Raporti hartuar nga Bankwatch për projektet e inceneratorëve në Ballkanin Perëndimor ndalet në rastin e Shqipërisë, duke theksuar se projektet e djegjes dëmtojnë cilësinë e ajrit, shëndetin publik dhe ekonominë. Raporti analizon në mënyrë kritike 3 projektet e Tiranës, Elbasanit dhe Fierit, të cilët nuk u bën kurrë funksional dhe u kanë kushtuar taksapaguesve 350 milion euro në detyrime afatgjata për 30 vite koncesion, sipas auditimit të bërë nga KLSH, por që janë ende jo operacional për shkak të korrupsionit, kontratave pa tender dhe mos realizimit. 3 projektet e dështuara të inceneratorëve të mbetjeve në Shqipëri janë në Tiranë, Fier dhe Elbasan. Ato u kanë kushtuar taksapaguesve mbi 350 milion euro në detyrime afatgjata për shkak të korrupsionit, kontratave pa tender dhe dështimit për t'u realizuar. Elbasani mori mbi 24 milion euro, megjithatë inceneratori nuk u bë kurrë funksional. Tirana mori 150 milion euro për një strukturë që nuk u përfundua kurrë. Nuk ekziston asnjë impjant funksional pavarësisht viteve të pagesave. Fieri mori 35 milion euro deri në mesin e vitit 2022, duke përfshirë 4 milion euro në fatura të falsifikuara për punë të papërfunduara, thekson raporti. Shqipëria përfshihet mes vendeve ku qeverit promovojnë djegjen e mbeturinave përmes projekteve të dështuara, ndërkohë që infrastruktura kombëtare mbetet e pazhvilluar dhe mbetjet hidhen në vendngerposje pa u ndarë mekanikisht. Sipas Bankwatch, inceneratorët kërkojnë kapital të konsiderueshëm dhe prodhojnë mbetje toksike, ndërsa buxhetet bashkiake dhe kapacitetet qeverisëse mbeten të dobta, duke krijuar boshllëqe mes legjislacionit mjedisor dhe zbatimit të tij. CNA ka investiguar dhe denoncuar në mënyrë të pandërprerë këtë çështje, e cila po hetohet nga SPAK. Një pjesë e zyrtarëve të përfshirë janë dënuar, ndërsa një pjesë janë shpallur në kërkim. Përmes një komunikate zyrtare për media, SPAK pohoi se pas hetimeve të kryera rezulton se pronar de facto edhe në impjantin e përpunimit të mbetjeve në Tiranë janë shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Këta 2 shtetas që njihen si truri i inceneratorëve, Mërtiri dhe Zoto janë në arrati, ndërkohë që hetimet vijojnë, pavarësisht se prokurori i SPAK-ut Dritan Prençi duket se ka lënë dosjen në harres.